Jemi rikthyer lidhur me procedurën e aplikimit, ajo mund të bëhet online, pra në portalin qeveritar i Albania. Edhe nëpërmjet zyrave notariale. Mund të kryhet, domethënë. Mund ta bëjnë qytetarët vetë apo duhet patjetër përmes një? Jo, mund ta bëjnë dhe qytetarët vetë, domethënë shërbimi për rivlerësimin, ngarkojnë dokumentat atje dhe është mos gaboj pagesat janë nga 35.000 lekë vjetra deri 100.000 lekë vjetra. Po, tarifat e shërbimit. Në varësi të shërbimit, në varësi të vlerës së taksës, të diferencës që del. Të diferencës që krijohet. Që krijohet të taksës. Domethënë në udhëzim është që do nga 2 deri në 3 ditë që të dali fatura. Jo diferencës, taksës i bie. E taksës që del, taksës që del nga diferenca ndërmjet vlerës fillestare dhe asaj... Po, tarifat aq janë dhe pastaj 2 deri në 3 ditë, po, 2 deri në 3 ditë vonohet pjesa... Ja të afateve, se... Udhëzimi përcakton që Drejtoria e Kadastrës duhet të ndalim se sa herë që diskutohet çështja e afateve dalin problematika në përmbushjen e tyre. Drejtoria e Kadastrës brenda 5 ditëve duhet të kryejë shënimet përkatëse në regjistrat e pasurive të paluajtshme për pasurimin e rivlerësimit nëpërmjet punonjësit të ngarkuar në këtë detyrë. Data e rivlerësimit të pasurisë është data e pagimit të tatimit të rivlerësimit, që do thotë në harkun e 5 ditëve. Pasi është kryer pagesa e tatimit dhe tarifa e shërbimit. Tarifa e shërbimit varion nga 3.500 lekë në 10.000 lekë, gjithmonë në varësi të tatimit që paguhet në këtë proces e rivlerësimi. Brenda 5 ditëve Kadastra përditëson vlerën në regjistra dhe pasuria do të po. Me njerë sa po paguhet tatimi, duhet të rifreskohet kartela dhe të shënohet vlera e re e rivlerësuar. Është respektuar të paktën 2 javë janë bërë, është ende herët, por... Jo, 1 javë është bërë, jo 2 javë. 1 javë. Pra, faturat kanë dalë, po jo kartela e sëmja, faturat kanë dalë, pagovar me kjenë, për të marrë lek, operojnë shumë shpejt. Tani të shikojmë do i respektojnë afatet për lëshimin e kartelave. Nuk e dim, javës tjetër do duhet. Unë besoj dhe nga fluksi që ka pas, nga që kishin shumë kohë që prisnin gjithë, besoj që 10 ditë shko, nga momenti aplikimit, këtë periudhë do duhet. Do duhet 10 ditë. Minimumi, them unë, nuk e ditë. Inshallah tjetë 10 ditë, po jemi okej. Minimumi, them. Ndërkohë, gjithë procesi, afati fundor është përmendur, por është data 31 dhjetor 2026, që do thotë çdo kërkesë duhet të mbërri brenda këtij harku kohor, ndërsa procesi zjatet i shqyrtimit të kërkesave është deri në mars 2027, që do të thotë ky 3 mujor i parë është kohë që Agjencia Kadastrës ka për të procesuar, për të shqyrtuar kërkesat që kanë mbërritur deri në dhjetor 2020. Dhe gjithë qytetarët në dijenin time deri në 31 mars kanë kohë që të paguajnë taksën, pasi kanë bërë aplikimin brenda 31 dhjetorit. Po, paguajnë dhe taksën. A edhe taksën mund ta... Po se e bërëtin 31 dhjetor 2026, mund të vinë në 2 janar 2027 fatura, ke kohë... Kanë kohë deri në 31 mars, do më thënë që të paguajnë tatimin, po se bën deri në 31 mars, i bie pasaj që nuk kanë përfituar nga procesi i rivlerësimit. Kështu është, do më thënë. Të paktën për momentin se ne shpresojmë që kjo vonesa 2 mujore që u bën fillim të këtij viti të shlyhet në vitin tjetër. Mirë, nuk përjashtohet as mundësia që të ketë zgjatje, megjithatë duam ta themi këtë gjë tani se kush e di që ndodhë deri në dhjetor. Se kemi në dorë. Por duke pasur parasysh përvojën e fushatave të mëparshme. Është zjatë, po nga 3 muaj gjithmonë në shtyrë. Tani, cilat janë pritshmëritë tuaja lidhur me këtë proces, nisur nga fakti që është pritur për shumë muaj me radhë, vite, dhe jo vetëm kaq, por konsiderohet edhe si një mundësi shumë e mirë për të përditësuar vlerën e banesës apo tokës. Pritshmëria ime është që ne do kemi shumë pronën në treg në muajt që vinë. Pra blerësi do ketë opsione zgjedhje. Kur blerësi ka zgjedhje, jep oferta më të ulta. Pra unë pres një ftohje të tregut. Unë jam i vetë mi gjanëm, se shmica thonë ngroje. Po nese, unë këshu e mendoj që më shumë ofertë në treg do të thotë çmime më të lehta. Shko qa kemi tjetër, duke qenë që pronat që rivlerëson janë kryesisht me certifikat pronësie.
Paktën deri tani nuk dim ti jena Pjesa pa më e madhe, certifikat. pjesa më e madhe. Nuk e di do bën ato me kartel që janë akoma pa certifikat pronësie, nuk kemi Do dhënë bëhen dhe atë. ato që janë të regjistruara me kolaudim. Me kolaudim, dakor. Po shumica janë me certifikat pronësie. Po. Dhe pronët me certifikat pronësie ato që- blihen dhe me kredi. 60% e blerësve sot janë me kredi, 40% janë me kesh. Statistikat Bankës së Shqipërisë, që do të thotë që dhe pjesa më e madhe e lekëve e financimit do shkojë te pronat me certifikat pronësie me rivlerësim. Do vuajmë pak pallatet të ndërtime sipër nga një pjesë e likuiditetit që do shkojë tek pronat me certifikat pronësie nga procesi i rivlerësimit. Ky është parashikimi im. Ky është parashikimi. Klidi, si e parashikon? Unë parashikoj që, si thot Armandi, për pronat që kanë certifikata... Interesin që mund të shfaqet, por edhe çfarë mund të sjell kjo në tregun e do pasurive ketë të më shumë paluajtshme. ofertë, këtu jam dakord që me Mandin, që do ketë shumë, do dalin pronat të reja në treg, patjetër, dhe unë them që do ketë stabilitet, ulje çmimesh nuk besoj që do ketë, po do ketë stabilitet të çmimeve tek pronat që kanë certifikat pronësie. Sidomos tek këto prona që diferencën e taksën e kanë shumë të lartë, që me 15% e kanë pasi diferencë shumë të madhe për të paguar, dhe që këta pronar kanë plan të shesin apartamentet e tyre, besoj që do ketë një farë ullje të këto prona. Më kupton, një kategorie të saktuar pronash do ketë ullje. Kupton, kurse për këto pronat e tjera që janë ndërtim, nuk besoj të ketë një ullje, në paktën si që shoh unë, sepse mund të jetë edhe efekt domino, si që edhe ti që duke qenë që tregu do shkoj tek pronat me me certifikat certifikat, pronësie. ata mund të detyrojnë të ullin, po kam përshtypjen që nuk do ketë shumë ullje tek ato. Ndërkohë, sa i takon zonave dhe ku do të përqendrohen transaksionet, duke marrë parasysh edhe atë faktin që do të priremi drejt apartamenteve njësive me certifikat pronësie, mund të sjelli kjo pra në cilat, ku do të shkoj trendi, le themi, në qendrat e qyteteve, apo do të shpërndahet në kuror? Shko, trendi për momentin është kryesisht periferia dhe duke u afruar nga qendra, se qendra është e paprekshme. Qoftë kjo në Tiranë, Durrës, Vlorë, ku duash ti, qendra është e paprekshme. Pra çmimet do lehtësojnë kryesisht periferitë e qyteteve dhe duke u afruar për nga qendra, ku janë dhe shumica e pronave me certifikat pronësie. Ndërtimet tentojnë të jenë në zona premium kryesisht, ndërtimet e reja. Kështu që mendoj andej do shkojë te trendi. Tani, do të ndikoj tek transaksionet të shitjet, por edhe të paktën si që pritet, një stabilizim në pjesën e çmimeve. Por sa i takon qirave, mund të ketë impakt? Unë nuk besoj që do ketë Tek një tregu impakt i të pjesa qirave? të tregu i qirave. Kjo pjesa e rivlerësimit të paktën si që shoh unë. Pastaj për parashikimin e vitit, do me thënë duke hequr pjesën e rivlerësimit, nuk besoj prapë që do ketë në një ullje qërave, ose në një stabilitet. Qërat janë shumë të larta, gjithandej prapë rritje ka. Në për zona qendrore dihet që qërat janë shumë të larta. Nuk e shoh që mund të ketë në një lidhje paktën procesi i rivlerësimit, mirë që jemi te tema e rivlerësimit me qërat. Unë nuk e shoh që ka lidhje. Nuk e shet. Nuk e shoh që ka lidhje. Pagese për administrimin e ambjenteve të përbashkëta që mund ta bëjmë një emision tjetër, që do ju ngarkohet kryesisht njerëzve në përgjithësi, po ata që s'kan jetuar në përbanesa nuk e kanë paguar këto vite, që nga prilli ajo bëhet faturë detyrueshme me ligj, pra faturë fiskale, do bëj që shumë njerëz tani të kenë peshë dhe të nxjerrin në treg për qera pronat që i mbajnë bosh. Kjo mund të sillte një rënje të qerave deri në fund vitit apo fillimi vitit tjetër. Administrimi i ambjenteve do të jenë të detyruara që të paguajnë një tarif për administrimin, për bashkëpronësinë. Për bashkëpronësinë. Do të jenë në një farë mënyre me lakun. Do kenë peshë, pra do kenë kosto. Pronat që janë bosh. Do kenë kosto, po. Për pronat që janë bosh. Po, ajo mund të edhe mund të shfrytëzohen për... Po. Megjithatë, po, na mbetet për ta diskutuar një herë tjetër. Unë ju falenderoj, kënaqësi Armand që ishe me ne, po ashtu Kledi, faleminderit për praninë. Shumë faleminderit për ftesën. Ne do të shkojmë në pak publicitet, do të ndryshojmë argument në pjesën e tretë të emisionit, do të ndalemi te konflikti në lindjen e mesme, se çfarë ka shkaktuar, por edhe çfarë mund të shkaktojë në aspektin ekonomik. Sa impaktohet Shqipëria, ka publicitet dhe rikthehemi sërish.